votare dalë edhe punë tjera. Se këtu me fatin tonë luajmë kishtin edhe forcët e huaja, dije se ne jemi diku tjetër larg nga si situatë. Po, sa do kundot do të kemi pak më pushim, pak më emocional, pak më mëzema. Vleroj. Se frikë s'ka, për Maqedonisë s'kemi frikë, ja. Nuk do të kemi frikë. Këndej, u ba Shqipëria e madhe me 100 dollar favorit, në ditën tjetër shkon te stadioni i mbytën gjylek ato shikues. Pa po unë dhona saj? Çfarë e bën? Çfarë forcë jeni? Një lojë futbolli nuk mund të krijet në shkollë. Pa unë e jemi kombë edhe çka jeni. Me cek në to bërgjët që të të vinë për shtet tribët e to, në shumë në mënire me do një të organizojnë? Jo vetëm rrimën, po të gjitha bërgjët që shtepi u ka kriju në mënyrë artificiale shqiptare, edhe dënimet e ndryshme, përkitse vepra të ndryshme, sillet në ligj në parlament që do të ketë amnesti fiskale. Dikush mund të thotë se këta se ne bëjmë. Ne do ta bëjmë për shkak se shteti nuk investon në shqiptarë, vetëm i të nëmë. Në momentin kur shteti do të investojë të shqiptarë, me bursa, me kredi, me mbrojtje sociale, me punësim, edhe atëherë do kemi të akord që ti paguajmë dënimet, nuk ka kurrë problem. Mirë po, asnjë investim financiar të shqiptarët dhe dënimet në anën tjetër drakonike. Edhe pse bën shqiptarët drunë, një dënim shumë i madh merr vetune, dënon 2-3 euro. Njerëz pari duhet të gjesh një rrugë tjetër aty qytetare, jo vetëm të ta dënosh. Ne kemi dëshmuar 2-3 herë kur kemi ardhur në qeverisje se kemi sjellë ligjet të tilla të amnestisë. Ajo bëhet vetëm me ligj për falje. Jo, dhe ditë me lësim gjash, të këtusi që së të kanë një së të Njësia zgjedhore numër 6 është më e madhe në Maqedoni. Po këta e kanë shumicën në parlament, edhe një pjesë tibrës se ka metë të 6 do ta kalojnë te 5 nëse t'i bëjnë baras njësitë zgjedhore. Do të thonë, pushin kushtin ligjor, se tjetë kallimi me njësive zgjedhore mos tjetë më shumë se 5%. Nuk e zgjidh problemin. Problemin e zgjidh kjo që po flasim, se ne duhet të bëjmë kërkesa për drejta kolektive, mos lidhemi pas numrit, a 20%, a 17% a njësisë zgjedhore. Kjo është rruga që popujt e civilizuar nëpërmjet kësaj rruge kanë ardhur te realizimi i drejtave të vetë. Përmendo edhe përpara, krahat janë 1% poshtë, i kanë të gjitha drejtat që i kanë edhe bosnjakët dhe serbët. Si Bosnjë jo zëvitar. Po, si Bosnjë, jemi në Maqedoni, gati ishme e popullsinë, çka keni të Bosnjë. Po marrë shembull i këtij profesor që të kenë sa më afër njerëzit idenë se kjo çështje e numrave është e manipuluar, nuk është e vërtetë. Dikush tjetër u thon se është zaj. Pikërisht prapë të sistemit zgjedhor. Nuk është vetëm njësia e jashtë, janë të gjitha njësi. Dhe kur të marrësh numër, nuk jam marrë me po thjesht të banë një analizë tipin personal, dhe ku marrë të se diku 60.000 vota janë ato dëvin. Në aspektin e numrit asaj që thoni numër. 60.000 vota, shumë të testuar me deputet, diku të dalën një 9 deputet, vetëm me këtë që edhe në njësin 3, që kanë 383.000, nuk e di sa, edhe njësia 4, edhe njësia 1, të gjitha njësit të i kanë në 280.000. Për 280.000 dhe 313.000, janë 30.000 votë. Të 60.000 votë janë 10 deputet. Ne me këtë, a si mundësëm atine, të betë dhe t'ju, ki sistem zgjedhor më mundësëm atine, dhe ishte shumë e mire platforma arsyeshëm të jetë
proporcion numri i deputetëve të jetë në proporcion me numrin e banorëve. Ose një njësi zgjedhore. Edhe kjo një njësia zgjedhore kishte iniциализм në merë një shumë më mënyrë proporcionale. Ana kundërshton. Ajo që ta të mësus, të gjitha janë periodikë, aspektin logikë. Mirë po, baza e logikës bjen. Kur ne e themi se regjistrimi i popullsisë nuk është bërë, këto shifra janë krejt manipulative. Dhe Maqedonët kanë shumë dëshirë që të na shtinë në për këto koridore. 280.000 dhe këtu lodhemi, kalojnë vite, decenje dhe nuk zgjidhin problem. Ose zgjidhin një problem, që e kulla ndërto ditën e Prishtanit. Opcioni i PDSH-s është nuk flasim për numra, ne jemi përfaqësues të popullit. Dhe normat juridike që ju i vendosni për popullin tuaj, vlen për popullin tonë. Këto janë çështje që dihet, janë bon votën e përparuar. Përmendi Zvicrën, Belgjikën, Kanadën me Quebecun, që janë frankofonë. Kjo është rruga më e shpejtë dhe më e shkurtër për të zgjidhur problemin. Po të futemi në ato labirinta, unë ju them sot se Alamedi ka 20 deputetë, sa të përsa? 20 deputetë. Nuk është të përsa. Me ata 20 deputetë, krijohet qeverisja e Maqedonisë. Ngriten institucionet. Manipulohesh ta. Absolutisht, absolutisht. Dhe opsioni për PDSH-s është të ndalen këto metodat, variantat, taktikat e politikës vjetër, dhe kjo është politika e re që kërkon negociat vërtet për krijimin e shtetit. Dhe ajo negociat e vërtet për krijimin e shtetit është, s'ka lidhje se ti je 3, unë jam 1, vota jonë është e 1. Ne këtë duhet ta vendosim gjithmonë si proces që Maqedonasit gjithmonë të thirrën se janë shumicë dhe demokratike është që shumica të vendosë, nuk është bashkështu. Jo, deri sot se në situatë do të thuj mla dhe të në pushtetat re ma është. Dhe tash, po të shkojmë me këtë logjikë që shumica është demokratike, atëherë në botë shumicën kines të kanë. Po me votu me votë, ata e mërë, s'është ashtu. Është, sigurisht, është brenda mekanizmi konsensusit. Do me thonë, mund t'jena ata 3, ne t'jemi 2, po nuk mund ata t'i marrin të gjitha. Ose më modernja, më e kuptueshme është këto shoqatat aksionare, këto firmat e përbashkëta që krijohen në perëndim. Nëse ju jeni aksioner apo pronar i firmës 85%, unë jam 15%, ju se merrni në fund gjithë fitimin. I keni mbi 2/3, apo se merrni 15% i takon me konsenzus atij që është pronari 15%. Se disa arritat jemi qartë, po kjo është platforme e re që nuk i lenë më të futim në laboratorët e teknikave tyre, 12%, 17%, 330.000, 240.000. Në start, jemi një, vota jonë vlen një, pas të institucionet i ngritin, pas të institucioneve perëndimore që janë demokratikë. Jemi një qartë. Unë me poste, në administrata, mos i ndrojt partia ndrojt edhe njeri ju, aj që ashtë i zotin, vene për vendë të rejtë. Mos bini me se shkojt krysh një punë dhe kënë të dhuru, bëj kur gjo në shqiptare, apse diu se bëj kur gjo. Qka rime të kur je shqiptare? Pse e në atë vend kur je shqiptare, nuk di kur gjo. Si e me njerit postet, tjerja, njeri ju dhe shëndoash, me të shëndoash edhe gale. Dhe shofë, në shumë janë në shdo vendi që shkojt, në qka të bëjnë në shqiptare? Edhe e të shkojt. To që ishte e drejtë, unë përdoj se ne maksimumin kemi bërë, insistimi jonë gjithmonë ka qenë që në druni Macedon me punë shqiptar, jo në druni shqiptar me punë shqiptar. Megjithatë, pas jeni pedagog, ju dhe pajtoheni me mu se kjo mënyre e arsimit të diskutueshëm është do si modë këta 20 vjetë. Mënyra e diplomimit, mënyra dhe unë këtu ju them se ne do të duhet jemi kangullës që eksperti i vërtet vidulet aty. Ashtu, edhe do të vazhdojmë këtë e vitë. Dikush që të? Njërë të
Faleminderit për këtë pjesëmarrje. Falenderojmë edhe kryetarin edhe një herë për prezencën